Shikues të nderuar, ju përshëndes. Sot do të kem nderin të kem një intervistë me Emira Selimi, vajzën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, e cila ka ngritur bibliotekën në qytetin e Manastirit, tërësisht me libra në gjuhën shqipe për të ruajtur këtë gjuhë kaq të bukur. Emira, të përshëndes dhe faleminderit që erdhe në Tiranë për këtë intervistë. Përshëndetje, faleminderit. Si lindi ideja për të hapur bibliotekën në qytetin e Manastirit tërësisht me libra në gjuhën shqipe? Unë që e vogël kam qenë shumë e pasionuar pas gjuhës shqipe dhe pas historisë. Në ndërkohën e të gjithë e dim që Manastiri luan një peshë shumë të madhe në rolin historik të kombit ton. Pati më i madh është që unë jetoj në Maqedoninë e Veriut dhe qyteti i alfabetit është pikërisht në shtetin ku unë jetoj. Gjithmonë kam qenë e lidhur e kam vizituar që në fëmijëri shumë shpesh, pastaj edhe si gazetare kam pasur më së shumti mundësi që të shkoj dhe të veproj dhe të kontribuoj atje, por më pas lindi edhe një ide që duhet bëjmë diçka konkrete për shqiptarët e Manastirit. Një ishte që shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë të sensibilizohen, pasi që shumë pak e dinin se ku ndodhej Manastiri, më shumë e njihnin si bitola. Dhe domethënë duke kërkuar ndihmë nga shqiptarët, arrita që të hap bibliotekën në park shqip atje, domethënë nga shqiptarët e thjesht Kosovë Shqipëri. Biblioteka e cila është tërësisht në mbrojtje të gjuhës shqipe, pse nuk u lejua që të hapej në katin përveç të Muzeut të Alfabetit? Fatkeqësisht ashtu siç thotë edhe Axe Plumbi që shqiptarëve fatkeqësisht e keqja ju vjen nga vetja. Nga Maqedonia kishte disa njerëz që e penguan, domethënë hapjen e bibliotekës në katin përdes të Muzeut të Alfabetit, për arsye nuk janë të paqarta, edhe pse në fillim me drejtorin e muzeut ishim shumë të dakorduar që biblioteka të hapej poshtë në katin përdes të muzeut, por kishin disa njerëz që e penguan këtë dhe nuk e lejuan që biblioteka të hapej atje. Ata kishin dëshirë që biblioteka mos të hapej fare në Manastir, por kjo dështoi sipas dëshirës së tyre dhe unë detyrimisht dola në një objekt tjetër në Manastir për me qira. Në rrugtimin për të konkretizuar bibliotekën tërësisht me libra në gjuhën shqipe, keni pasur vështirësi gjatë procesit? Mund të na citoni disa nga këto vështirësi, mund t'i ndani me kulikun? Në radhë të parë, vështirësitë edhe para se të hapi biblioteka dhe pas ju hap nuk janë ndalur asnjë moment. Edhe tani, domethënë që u bën një vit e gjysmë që biblioteka është e hapur dhe aty qarkullojnë mjaft kalamaj që vinë me prindërit e tyre, tash e themët nga pala Maqedone nuk u mbyllën, duke hudhur akuza shumë të pavërteta, ndonjëherë unë i marr edhe si çesharake, domethënë hapur ato edhe e tregojnë se e marrin si kërcënim një bibliotekë që ka vetëm libra dhe asgjë tjetër, por kjo nuk është që mua më ndalon ose më bën që unë të heq dorë. Ajo çfarë është më e keqja është se ndonjëherë disa njerëz kur nuk të duan, kur nuk mund të sulmojnë direkt, përdorin disa njerëz që flasin gjuhën shqipe shumë të bukur. Edhe unë kam pasur kësi raste kur dy mësuese kam pasur të cilat kanë hudhur akuza ndaj bibliotekës, se kinse unë isha shumë e rrezikshme, por ato ishin thjesht pashëthejme në ajër. Për të ndalur te komuniteti shqiptar në Manastir, cilat kanë qenë reagimet? Reagimi i shqiptarëve të Manastirit edhe para se të hapi biblioteka ka qenë shumë e qartë. Se unë kam pasur një tubim kombëtar në qytetin e Manastirit dhe në momentin kur unë ju kam thënë që do kërkojnë ndihmë nga shqiptarët dhe të hapim një bibliotekë shqipe, aty ka qenë ai entuziazmi i tyre që me të vërtetë ata kanë pasur nevojë. Por edhe kur u hap, domethënë biblioteka është hapur me 21 nëntor, unë menjëherë me datën nëse zgaboj 24, 25 të gjithë kalamajt shqiptarë nga qyteti, tani mos i përfshi fshatrat, vetëm nga qyteti, kanë qenë të parat që kanë ardhur në bibliotekë dhe janë antarësuar dhe janë të rregullt. Domethënë prej në momentin që është hap biblioteka, domethënë fëmijët, prindërit, mësueset kanë qenë të gjithë pro bibliotekës dhe janë bashkëpunëtore me mua, pavarësisht se edhe ata ndonjëherë kanë probleme, sikur nga drejtoresha e shkollës që i bënte probleme mësueseve që mos bashkëpunojnë me mua, por bashkëpunimi nuk është ndërprerë në asnjë moment. Domethënë vazhdojmë të punojmë shumë bukur edhe me prindërit, fëmijët dhe me mësueset e Manastirit. Ka një vit që është hapur, pra është vënë në funksion biblioteka, më the pak më herët. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Çfarë lloji librash ofron, pra të cilës kategorie nëse? Më shumë ka zhanre të historisë, edhe në fillim unë edhe ata kërkoja, por unë më së shumti që kam punë, se biblioteka nuk është vetëm biblioteka, atje unë e kam edhe si shkollë, si kurs, fëmijët vinë dhe mësojnë gjuhën shqipe, bëjmë aktivitete kulturore, vizatime, piktura,
shkruajnë me se, mësojnë për figurat kombëtare, domethënë ajo nuk është vetëm. Pra nuk qëndron vetëm tek jo, libra, realisht nuk vetëm librat e zbukurojnë, na më shumë e kemi edhe si shkolla atë, por ajo çfarë kam më së shumti kam zhanret e historisë, por ajo që kam më së shumti nevojë, kam nevojë për libra për fëmijët prej moshën 6 deri në moshën 11 vjeçë, se më së shumti që kam punë me fëmijë. Të rriturit lexojnë, ka edhe të gjimnazistë që vinë. Por më së shumti që janë më të rregullt në lexim janë fëmijët e vegjël. Prandaj për ata më duhen më së shumti libra se un kam. Por aq shumë lexojnë fëmijët, pasi që kisha një mekanizëm shumë bukur me fëmijët, edhe doli me sukses. Kush lexon ka dhurat. Ajo ishte sa për t'i nxit. Dhe tani ato unë e di, domethënë një fëmijë i vogël, sapo të dashurohet me libra, dhe pastaj nuk shkëputet dot. Dhe ata që lexojnë më shumë janë Golni Trazovaçi, Zoki Poki, Borbardha. Librat që janë për moshën e tyre, se janë shumë të vegjël fëmijët, Lugjet e Verdha e këto, por akoma më duhen më shumë libra për fëmijë të vegjël, se nuk mund t'ju japun në një roman në një roman të Dostojevskit t'jap një fëmijë në moshën 10 vjeçë, se për atë më të vegjëlit as mos flas fare. Si planifikon ta pasurosh akoma dhe më tek të bibliotekë? Ashtu biblioteka pasurohet gjithkohës. Shqiptarët që vinë, dikush i sjell 2-3 libra, dikush 10, dikush 1, domethënë biblioteka çdo javë, çdo muaj vetëm se pasurohet. Ajo çfarë është pasuria më e madhe e bibliotekës janë fëmijët e vegjël që janë me të vërtetë freskia e asaj biblioteke dhe janë një pasuri kombëtare për kombin. Nëse disa njerëz duan të ndihmojnë, si mund të kontribuojnë? Shumë e thjeshtë, le të më shkruaj në faqen e bibliotekës ose në faqen time, direkt mund të më shkruaj. Ashtu kam mjaft shqiptarë që vinë në manastir, dhe pse zakonisht këndot më së shumti në muaj nëntor ti nuk mund të marrësh frymë në manastir. Rastin e festave të nëntorit? Po shqiptarët ata që kanë, domethënë vetëm për festa mblidhen bashkë, por duhet mblidhen edhe më shpesh. Për shembull kam fëmijë që janë në moshën 10 vjeç, që do bëjnë pyetje pse shqiptarët vinë domethënë vetëm në festat e nëntorit, Shiroksokaku, qendras, ato i thojnë Korzo. Domethënë kur është muaji nëntor, në Korzo flitet thonë vetëm shqip, pse nuk është edhe gjatë muajve të tjerë. Janë fëmijë të zgjuar ata, do bëjnë shumë pyetje ndonjëherë, dhe më të vështira se gazetarët i kanë pyetjet. Cilët shqiptarë kanë kontribuar më shumë për të ndalur të Kosovës, të Shqipërisë, Malitëzi, Maqedonisë tek librat tonë? Tek të gjithë trehat kanë kontribuar, por Shqipëria ka thyer rekord. Si gjithmonë. Cilët kanë qenë librat të cilat janë dhuruar, pra që janë ka shumë. Të cilët zhanre? Historia. Edhe romane ka pasur shumë. A mendon se kjo bibliotekë mund të ndikojë në forcimin e identitetit shqiptar në manastir më tej? Si jo, domethënë kombi mbrot me gjenerata të ardhshme. Unë ty asnjëherë nuk mund të ta ndryshoj bindjen, as ti mua nuk mund të ma ndryshosh. Domethënë ne jemi më të pjekura dhe kemi arritur një moshë. Jemi rritur dhe kemi formuar domethënë vetën tonë. Tek fëmijët e vegjël në manastir, të gjithë ata që vinë në manastir, i takojnë ndonjëherë kalamajt atje, e bërin se tek ata ka munguar një frymë kombëtare, domethënë se edhe në shkollë nuk mësojnë histori. Është fakt. Dhe ti t'ju flasësh fëmijëve për Fanolin, Gjergjfishtën, për historinë e Shqipërisë, për historinë e Kosovës, për historinë e Maqedonisë, t'ju thuash se qyteti ka qenë i yni, po tani më nuk është yni, se kanë marrë padrejtësisht. Për fëmijët ndonjëherë vetëm habitën dhe të shohin me çudi dhe ju duket wow. Pastaj unë më shumë e propagandoj Shqipërinë, po Shqipëria është shumë e bukur, janë shumë të vegjël, ata më njëherë ndikon, u nxjerr dete në video që ato t'i lidh sa më shumë emocionalisht me Shqipërinë. Dhe unë 100% jam e bitur sa ato fëmijë janë shpresë kombëtare dhe domethënë gjatë gjithë kohës, një fëmijë 7 vjeç ku unë them çfarë duan t'ju sjell nga Shqipëria, domethënë unë i kam edhe mesazhe që më shkruajnë me numrat e prindërve të tyre, njëri kërkon flamur, tjetri kërkon plesë, domethënë janë dashuruar pak me identitetin kombëtar që ju ka munguar. Këta e thonë edhe prindërit që fëmijët kanë filluar të ndryshojnë, se bëjnë pyetje tek shtëpia me prindërit e tyre. Pastaj edhe mua më bëjnë shumë pyetje. Tani, ajo që ma kërkojnë vazhdimisht është se kur do shkojmë në ekskurzion në Shqipëri, se unë ja kam premtuar dhe që duhet i sjelli patjetër këtu. Domethënë manastiri do forcohet shumë ashtu siç ka qenë,
Kjo gjenerat Pra do sjellësh gjithë fëmijët e manastirit në Shqipëri në një ekskursion. Po patjetër që do Do të mbetemi në kontakt për këtë. Se asnjëherë nuk shumica prej tyre asnjëherë nuk kanë qenë në Shqipëri. Ato më së shumë të shkojnë në Greqi, se Greqia është shumë afër me manastirin, edhe shfryzojnë orin për pushime. Por në Shqipëri shumica fëmijëve s'kan qenë kur fare. Edhe kur ja u tregon në video, wow, tham, po kjo është Shqipërian. Se aty bëhet një propagandë sikur Shqipëria është e keqe, ka mbetur pa pambetur dhe gjithçka që sillet cilët rreth tyre dhe rreth Maqedonasve ku jetojnë. Por ti kur ja u tregon një Shqipëri shumë të ngritur, një Shqipëri shumë të bukur, i thënë ja këta janë tanët, kjo është e juaj, ja, domethënë prek tek emocionet e fëmijëve. Si reagojnë ata? Është një reagim i papare, shumë i bukur, janë shumë të vegjël. Është një reagim, wow, kur do shkojmë në më shpejt. Edhe ajo çfarë kërkojnë më së shumti janë simbolet kombëtare. Dhe ju veshit bluza me shqiponja, këndojmë këngë. Për herë të parë himnin kombëtar ua kemi mësuar me fëmijëve, e këndojnë. Ka diçka shumë interesante, për shembull kur e kanë kënduar për herë të parë, se nëse cilën radhë që këndojnë unë ju bëj video. Kur e kanë kënduar për herë të parë, që e mësuan, kanë qenë shumë normal. Jo të ftohtë, por normal nuk e kanë ndjer. Tani domethënë kur e këndojnë himnin kombëtar, ndjehet ajo emocioni, si për ta, sidomos ajo por Shqipëria do të rrojë se për të luftojmë ne. Është diçka që tek sytë e fëmijëve shkëlqen. Për të ndalur tek pengesa që më the në krye të intervistës, të kam bërë ndonjëherë që të heqësh dorë nga kjo iniciativë? Dikush kur dëshiron që ty të pengoj, gabon për të sulmon, se pikërisht forcon më shumë. Kanë tentuar psikologjikisht të mlodhin, duke më prekur te pikat e dobta, por që jam shumë e fortë, nuk jam më dorëzuar as pak. Është normale që normal mlefi vetëm ekziston, por që jam shumë e fortë se ç'kam qenë. Ndonjëherë them faleminderit që ndodhen gjithë këto gjëra. Ndoshta mendoj që ato ishin budallënj që tentuan të më pengonin duke tentuar, duke më sulmu dhe duke më prek emocionalisht. As pak, jam shumë e fortë. Çfarë ka motivuar të vazhdosh? Fëmijët. Jam shumë e lidhur me ta. Për shembull, kam Elisin, është 8 vjeçë dhe kur i shikoj Elisin duket vetja kur kam qenë unë fëmijë, domethënë sikur ajo është shumë e përdhelur, ambicioze, shumë e zgjuar dhe i them Elisi do bësh moderatore kur të rritesh. Tani është pajtuar, por që duhet të shkosh në Shqipëri dhe të bësh një moderatore e njohur. Elisin, Arianën, Luanin, kam mjaft të zogjë të vegjël që i etiketoj zogjë, kanë nofë kanë zogjë ata, që janë shpresë për mua, domethënë i duaj zakonisht shumë. Çfarë planifikon për të ardhmen e kësaj biblioteke? Nuk tregoj, nuk jap material dikujt që më urrejnë që të mi pengoj rrugët. Kam shumë plane të mëdha, por që nuk i tregoj. Gjithmonë në dobi të fëmijëve. Pikërisht po, dhe të kombit shqiptarëve, shqiptarëve të manastirit, por që nuk flas më në publik, sikur kam folur përpara. Mendoj që suksesi arrihet kur fshihen informacionet. Për të ndalur tek aktivitetet që ti zhvillon në bibliotek, pra janë mësues të posaçëm që u mëson gjuhën shqipe, pra jeni një staf i konsoliduar. Ka një mësuese në manastir, unë i them asaj vlerë kombëtare, është Nurxhani, të cilën unë tani e kam edhe shoqen më të afërt në qytetin e manastirit. Nxënësit e saj e vërej edhe kur shkruajnë pa gabime drejtshkrimore, edhe pse janë të vegjël. Dhe gjithë kjo është falëmësuese, se shikoj se si punon me fëmijët, por më tregojnë edhe fëmijët mua kur vinë në bibliotekë. Përkundrazi, manastiri gjithmonë është shquar për mësues dhe për intelektual të përsosur shqiptar. Kjo mësuesja e manastirit me të cilën unë bashkëpunoj, po ashtu të gjithë mësueseve shqiptare në Maqedoni, duke përfshirë Shkupin, Kumanovën, Tetovën, Gostivarin, kudo që jetojnë shqiptarët, ajo bën planet për gjithë vitin mësimor. Dhe unë i them mësuesës, me të vërtetë je një vlerë, se nga qyteti i manastirit bën që vlera e manastirit siç ka qenë dikur të mos shuhet asnjëherë, se gjithë shqiptarët e Maqedonisë, po flas për mësueset, mbaren nga mësuesja për t'ia u bërë planet për gjatë gjithë vitit shkollor. Ke një thirrje për të rinj shqiptar të cilët duan të bëjnë një iniciativë të tillë siç e ke ndërmarrë ti, por kanë atë frikën ose më saktë nuk zgjedhin të bëjnë këtë iniciativë ta realizojnë? Po kam një mesazh për të gjithë ata të rinj, të cilët janë nga mosha ime, por ndoshta edhe më të ri. Nëse duan të bëjnë diçka për fondin, në radhë të parë duhet ta bëjnë dhe mos mendohen fare dy herë, por pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme, gjithmonë të jenë të heshtur dhe mos japin informacione as pak.
Po flas sidomos për shqiptarët që jetojnë jashtë kufirit të Shqipërisë, se nëse japin gjithmonë material në publik, dikush tjetër do t'i prish planet e tyre dhe do t'i shkatrojnë emocionalisht dhe psikologjikisht. Prandaj, nëse dëshironi që të keni sukses në çështjet kombëtare, bani sekret informacionet. Po një thirrje për gjithë shqiptarët të rësisht kudo që ndohen. Mos ta harrojnë të kaluarën dhe mos ta harrojnë historinë, se ne fatkeqësisht harrojmë shumë. Kjo është gjëja më e keqe që kemi ne si kom. Të njëjtën u afan edhe fëmijëve. Këto që i mësoni mos i harroni. E mira, unë të falenderoj për këtë intervistë të këndshme. Faleminderit edhe për juve.